Qofë se dikush e vjerë në kerë për dekorim, ose e lën të kryte beba për dekorim, është sherr. Po në qofë se dikush, Allah në rujt, shpreson që ky Kur'an, i cili është i vjerën në veturën e tina për dekorim, ka mënsimin i mu, diçka Allah në rujt, kjo është shumë e keqe. Shif sa i vogël ky Kur'an o musliman, jo në përhap shumë edhe ka me ble këtë Kur'an, e shef nëse e qel edhe provon me lexu, mund është me lexu. Mirë po, edhe pse këtu në kamera shef muj me afru, do më thonë është Kur'an. Ama, qështu, pa kamerë, nuk besoj që ka njeri e cili ka lexu një faqe ose gjys faqe prej një Kur'anit tillë. Do më thonë, ky Kur'an, edhe nëse e blen dikush, nuk e blen për me lexu për tina. E blen ma shumë si dekorim, për zbukurim. Ama kjo është për qëllimeve shejtanit. Do më thonë, me mri shejtani, me na bo librin e Allahut Azza wa Jall veç dekorim që aty, e kena për me lanë normal, për me vjerë në kerë, për me lanë të kryte beba, nëse që ta e mri në shejtani, atër e ka mri qëllimin e tina. Kurani nuk është për me zbukuru armanin tonë. Libri Allahut Azza wa Jall është për të lexu, për me mësu, për me punu për mësimeve tina. Ma në meno, musliman, Kurani ose është pra teje, do më thonë, të përkrah ty ditën e gjykimit, edhe e që ka ke lexu jashtë e hajrin ditën e gjykimit, ose është argument kundër teje, do më thonë, e ke pas edhe se ke lexu, e ke ni edhe se ke punu me ta. Kthehemi te tema, do më thonë, një Kur'an tillë nuk ki nevoj me ble, nuk ki nevoj me adhon kukujna hedije. Nëse dën me ja i ble 10 kësi, me adhon dikujna hedije, atëre ble nja, po ble taman që lexohet prej tina, edhe jepja dikujna prej muslimanve, është shumë ma hajrë. Por fund po tham, nuk është që, po tham që është haram, po tham nuk ka hajrë në këta. Në këta, nuk ka hajrë. E po qka me bo me ta? Kur gja më zba me ta? Kur gja më zba me ta? Tash e ki. Nëse dën me kall, lejohet me kall, e hjek. Qysh me kall? Mos bëh me dyftyrsha edhe me Allahun, po tham lejohet me kall. E qysh me kall Kur'anin? Unë po tham lejohet Allahun. Tash përgjigj mu ti mua. Ama mirë me kall, apo me vetën e ty mas 2 ditë ku është, edhe ti nuk e din. Edhe ku shkon në xhan, e shet që u kanë në një vend që ma mirë me pakani kallt, se sa me kanë mlum me do tesha që aty. Do më thanë, ti jem sinqert me Allahun Azza wa Jall. E di që me njerëz ti na po shtir me kanë sinqert, ama me Allahun Azza wa Jall ti jem sinqert. Këshilla jem për fon është mos i bleni, mos i përhapni, mos i japni kërkojnë hedije, bakshisht, nuk ka nevojë për kësi Kur'anash, nuk ka nevojë. Ama në qoftë se dikush e vjerë në kerë për dekorim, ose e lën të kryte beba për dekorim, është sherr. Po në qoftë se dikush, Allah në rujt, shpreson që ky Kur'an, i cili është i vjerën në veturën e tina për dekorim, ka mënsimin i mu, diçka Allah në rujt, kjo është shumë e keqe. Allah në rujt e në një mofë gjithmonë. Mu ma banë halal për këtë shprehje tilla, mirë po shumë ma mirë me kanë qartë me zveti, me u kuptu që ka po thojmë, e jo mi apshtjel njëni tjetërit, në këto nuk ka herë. Argument, gjoje një musliman, i cili e ka lexu një faqe për tina. Gjoje. Kur ka nësë në gjanë? E ka provu, edhe të ka thonë po më isha me lexu, edhe ka lanë. Do më thonë, nuk ka dikush i cili lexon për tina, kjo përduhet ma shumë për dekorim, e Kurani nuk është dekorim. E lusëm Allahun Azza wa Jall na bo prej atyre që lexojmë Kur'anin.